Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 18 vjeçe dhe për shumë vite kam jetuar me një ndjesi që nuk dija si ta quaja. Nuk ishte vetëm frikë, ishte një lloj tensioni i vazhdueshëm si një teli të ndosur brenda gjoksit tim që nuk çliroi kurrë plotësisht. Shtëpia ime nga jashtë dukej si çdo shtëpi tjetër në lagje. Dritaret me perde të bardha, një obor i vogël, një derë që hapej dhe mbyllej çdo ditë si gjithë të tjerat. Por brenda atyre mureve unë mësova të jetoj duke dëgjuar çdo tingull. Babi pinte. Jo gjithmonë, por mjaftueshëm sa unë të dalloja hapat e tij në shkallë. Kur ishte esëll, hapat ishin të rregullt, të qetë. Kur ishte i dehur, ishin të rëndë, të paqëndrueshëm, të shoqëruar me një frymarrje të thellë dhe zhurmë çelësash që përplaseshin. Sa herë dëgjoja derën të hapej me forcë, stomaku më shtrëngohej. Mbyllesha në dhomë dhe ulja dritën. Jo sepse kishte bërë diçka gabim, por sepse nuk dija çfarë do sillte nata. Ndonjëherë bërtiste pa arsye, ndonjëherë qeshte me zë të lartë, një qeshje që më dukej e huaj. Ndonjëherë fliste me mua sikur isha e vetmja që e kuptonte. Pastaj zemërohej për gjëra të vogla. Mami ishte e larguar kur unë isha 12 vjeç. Mbaj mend valixhen e saj pranë derës dhe sytë e skuqur. Nuk durova dot më tha. Atëherë mendova se ajo po na braktiste, por sot e kuptoj që po shpëtonte veten e saj. Pas largimit të saj unë u rrita brenda natës. Fillova të gatuaja, të pastroja, të kujdesesha për gjëra që nuk duhet i mbante mbi supe një vajze vogël. Në shkollë shkoja e buzëqeshur, nxirja nota të mira, askush nuk dyshonte se brenda meje kishte një lodhje që nuk vinte nga mësimet. Ishte lodhje emocionale. Kishte ne që i bëja mend gjërat shumë qartë, ulur në krevat, me telefonin në dorë, duke parë ekranin e errët dhe duke menduar nëse duhej të telefonoja dikë. Por turpi më ndalonte. Turpi që nuk ishte imi, por që e ndjeja sikur më përkiste. Turp që babi pinte, turp që shtëpia ime nuk ishte si e të tjerëve, turp që ndihesha e friksuar. Një mbrëmje, ndërsa ai bërtiste në korridor për një gjë të pavlerë, unë po shikoja tavanin dhe mendova. Unë nuk mund ta shpëtoj. E kisha provuar në mënyrën time. Kisha qenë e qetë, e bindur, e kujdesshme, por asgjë nuk e ndryshonte faktin që ai kishte betejat e veta. Atë natë vendosa diçka tjetër. Nëse nuk mund ta shpëtoja atë, do të shpëtoja veten time. Fillova të kërkoj punë pas shkollës. Nuk i thash askujt arsyen e vërtet. Thosha që doja pavarësi dhe përvojë. Në të vërtetë po ndërtoja daljen time. Çdo pagesë e vogël që merrja e fusja me njan. Çdo aplikim për universitet e plotësoja me një përqendrim që nuk e kisha pasur kurrë më parë. Nuk ishte e lehtë. Kishte ditë që mendoja të dorëzohesha. Kishte net që më dukej sikur nuk do arija kurrë të ikja. Por brenda meje ishte rritur një zë i ri. Një zë që thoshte, ti meriton më shumë se kjo. Kur mora emailin e pranimit në universitet në një qytet tjetër, duart më dridheshin. E hapa disa herë për të siguruar që ishte e vërtet. Qava, jo me zë të lartë, qava në heshtje, me një lehtësim që më bëri të ndihesha e dobët dhe e fortë njëkohësisht. Dita që u largova ishte e çuditshme. Shtëpia dukej e njëjtë, por unë jo. Ai ishte esëll atë mëngjes. Më ndihmoi të fus valixhen në makinë. Nuk foli shumë dhe as unë nuk desha të flisja. Kishte gjëra që nuk mund të thuheshin. Kur autobusi u nis, pash për herë të fundit rrugën time. Nuk ndjeva urrejtje, ndjeva trishtim, por mbi të gjitha ndjeva hapësirë. Sot jetoj në një dhomë të vogël studentore. Nuk është perfekte, muret janë të holla, ndonjëherë zhurmat e forta më bëjnë ende të kërcej nga frika. Trauma nuk zhduket menjëherë. Ka momente kur zemra më re fort pa arsye, kur e gjej veten duke analizuar çdo ton zërit e njerëzve. Por tani kam zgjedhje. Kam shoqe që e dim pjesën e historisë time. Kam një këshilluese në universitet me të cilën flas çdo javë. Po mësoj që ajo që kam përjetuar nuk më përcakton. Nuk e di si do jetë ardhmja ime. Nuk e di nëse një ditë do kem marrëdhënie pa frikë, pa mure.
por e di që hapi më i rëndësishëm ishte ai i pari. Të largohem. Jam 18 vjeçe, kam kaluar më shumë se sa do doja, por nuk jam viktime përjetshme. Jam një vajzë që zgjodhi veten dhe ky është fillimi i jetës time, jo fundi i saj.